Zgjodhëm këtë temë, çështjen e lutjes, se është nga temat që dhe mua më pëlqen shumë, por në fakt është edhe bërthama e besimit, sepse keni vënë re flasim për shumë gjëra, dhe të gjitha ato gjërat që flasim janë prodhimi i mendjes tonë, shumica e tyre, dhe interpretime tona. Edhe kur flasim për Biblën shumë herë, ose marrëm shkak ose marrëm në një varg nga Bibla, japëm interpretime që shumë herë janë ose të kopjuara, ose mendime tona, interpretime tona, siç i kemi përjetuar ose i mendojmë ne që janë. Në fakt, Zoti nga njeriu kërkon më shumë gjëra se çdo kërkonte nga kafshët. Dhe njeriu ka inteligjencën mendore dhe shpirtërore, dhe ri dhe po ta filozofosh pak, lind pyetja pse, çfarë ndihmon inteligjenca që ka njeriu edhe bën të dallojë nga kafshët. Shumë thonë që me atë fuqinë e inteligjencës njeriu thjesht mbijeton në tokë. Në fakt, për ne që besojmë, nuk është kështu. Në qoftë se Zoti na jep të inteligjencën thjesht për të mbijetuar në një botë të egër, dhe thjesht pastaj të vazhdojmë të jetojmë dhe ne si kafsh, nuk ka kuptim inteligjenca. Adami, gjëja e parë që mësoi të bënte, nga që ishte vetëm, ishte të fliste me Perëndin. Dhe ne dim që kjo vepër quhet lutje. Pra, gjëja e parë që mësoi Adami të bënte, ishte të komunikonte me Zotin. Dhe nuk ishte thjesht gjëja e parë, po gjëja më e lartë. Dhe nuk i fliste thjesht si një krijesë e ulët, po si barabartë. I shprehte mendimet, shqetësimet, pyetjet, mësonte. Dhe ky komunikim si ishte? Nuk ishte me gojë. Këtë e dim. Ishte komunikimi i brendshëm, me zërin e brendshëm që ka njeriu. Zoti i ka dhënë njeriut mundësinë të flasë, të mendoj brenda vetes së tij, të komunikoj dhe me veten e tij, të flasë sikur distancohet nga vetja e tij dhe i flet dhe komunikon me veten e tij, po gjithashtu komunikon dhe me Perëndin, me ndërgjegjen e tij. Se zëri i ndërgjegjes brenda te njeriu është zëri i Perëndis. Dhe është ndërgjegja që kemi brenda, është ajo që tingëllon dëshirën e Perëndis në qenien tonë. Çdo njeri, prandaj dhe lutja lidhet ngushtë me ndërgjegjen. Komunikimi me Perëndin lidhet ngushtë me ndërgjegjen. Një ndërgjegje e ngarkuar, do të thënë, nëse ti bën një gabim, dhe ndërgjegja të ka paralajmëruar që këtë s'duhet ta bësh, dhe ti e ke anashkaluar, nuk e ke dëgjuar, dhe pastaj vetë të lutesh, të flasësh Perëndis, të flasësh Zotit, atëherë do të dalë para ndërgjegja. Dhe thot çfarë do? Këto bën në fraksione të sekondit. Dhe në qoftë se ti nuk përkulesh, ti kërkosh falje, ajo nuk të le të flasë me Perëndin. Dhe prandaj njeriu dhe veprat e mira që bëjmë, edhe përpjekjet që bëjmë të ruajmë porosit e Perëndis, lidhen ngushtë me lutjen.
Ndarja nga lutja është ndarja nga Perëndia. Bashkimi me lutjen është bashkim me Perëndin. Akti, vepra e parë dhe më e lartë pra, është të lutet njeriu. Mundesh me duart e tua të bësh shumë gjëra të mira. Të ndihmosh, të punosh, të prodhosh, të krijosh, dhe të gjitha janë hinore. Por lutja nuk krahasohet me asgjë tjetër. Lutja mund të zvendësojë të gjitha të tjerat. Në qoftë se lutja është e gjallë me Perëndin, mund të zvendësojë çdo vepër tjetër. Çdo vepër që bën, sado e mirë që të jetë, dëmton lutjen, nuk është vepër e mirë. Çdo vepër e mirë që buron nga lutja është vepër e mirë. Se lutja është nëna e çdo vepre të mirë, lutja. Sepse në fakt edhe neve burimi i jetës tonë është Perëndia. Edhe çdo fuqi për të bërë të mirën vjen nga Perëndia, siç tha Zoti Krisht, pa mua s'mund të bëni asgjë. Që do të thotë, çdo të thotë pa mua s'mund të bëni asgjë. Në qoftë se nuk komunikojmë bashkë, s'ma kërkoni mua, nuk do të arrini dot. Prandaj, për neve që besojmë, që jemi të krishterë, jemi pa gëzuar dhe kemi vendosur të ecim në rrugën e Perëndis, kultivimi i lutjes është thelbësor. Nuk je njeri i Perëndis në qoftë se s'di të lutesh. Je krijesë e Perëndis. Lutja të bën bir edhe bie Perëndie. Ajo të bën. Krishti tha, ikni nga mua ju, asnjëherë nuk u njoha. Çfarë do të thotë asnjëherë nuk u njoha? Si jemi takuar asnjëherë në lutjen e. Ajo do të thotë. Njeriu i urtë është ai që kërkon nëpërmjet lutjes të bekojë Perëndia veprat e tija. Në qoftë se Perëndia i bekon veprat e tija do prodhojnë dhe do burojnë. Në qoftë se njeriu nuk kërkon, fillon një vepër pa lutje, 99% nuk do arrijë qëllimin e saj. Pse? Çdo lutje ka një cikël. Çdo vepër, ka një cikël. Duhet të niset nga Perëndia, të vazhdoj dhe të eci dhe të ndërtohet nëpërmjet fuqisë Perëndis që merret nëpërmjet lutjes, dhe duhet të mbillet cikli me falënderim ndaj Perëndis. Kur Zoti Krisht bënte një gjë, një vepër, thot gjithmonë dhe populli lavdëroi Perëndin. Falënderoi Perëndin. Dhe Zoti Krisht kështu e niste edhe mrekullit që bënte. Që do të thot, këto praktika nuk janë praktika, si të themi, imagjinare. Është realiteti njeriu që beson. Shumë njerëz afrohen në kish dhe nuk dinë ç'do të thot as jetë kishtare, as si të jetojnë sipas asaj që do Perëndia. Njeriu duhet të ketë gjithmonë etje. Etje të bëj vullnetin e Perëndis. Frymëzimi i vullnetit të Perëndis për secilin prej nesh vjen nëpërmjet lutjes. Nëpërmjet lutjes e kërkon dhe nëpërmjet lutjes mund të vi informacioni, po dhe nëpërmjet të tjerëve që i frymëzoi shpirti i shenjtë të thonë të vërtetën. Sipas egos që ke, nëse je shumë egoist, mund të thotë dhe macja të thotë çfarë duhet të bësh. Që të ulet unda. Në qoftë se, siç i tha Irodit edhe Izraelit që ishin krenar edhe egoist, për lindjen e Krishtit i lajmëruan persianët. Se nuk ishin gati, ishin egoist. Dërsa barint i lajmëruan engjëjt.
Pra, do kërkojmë nga Perëndia, do presim nga Perëndia, do marrim nga Perëndia, do ndërtojmë nëpërmjet Perëndis, do lavdërojmë Perëndin. Të gjitha përmbajnë lutjen. Po shkëpute nga lutja, u shkëpute nga jeta. Lutja është dera që do të çojë në parajs që këtu në tokë, dhe dera nëpërmjet së cilës do zbres Krishti në jetën tënde dhe në jetën e atyre që janë pranë teje. Nëpërmjet lutjes shprehet dashuria. Njeriu nëpërmjet lutjes kërkon Perëndis fuqinë për të shëruar, për të ndihmuar personin e dashur. Njeriu i lutjes nuk ka kohë të merret me thashë theme dhe me paragjykime. Është një derë e hapur nëpërmjet cilit zbret fuqia e Perëndis në tokë dhe ndihmon gjithë botën. Është thënie e etërve që kur të pushoj lutja në botë, kur të pushoj lutja që njerëz nuk do luten më, do vi fundi botës. Po të shikojmë edhe gjithë plani i fuqive të errëta është të na ndalojnë nga lutja. Dhe shikojmë që teknologjia përparon dhe në fund gjëja e parë që kërkon teknologjia është vëmendjen tonë. Pse kërkon vëmendjen tonë? Sepse kështu është frymëzuar nga ai. Pse është frymëzuar nga ai? Se njeriu që s'ka vëmendje s'ka lutje. Njeriu që s'ka vëmendje nuk ndërton shpirtin e tij. Njeriu që s'ka vigjilencë është një shtëpi me dier hapur, penxhere hapura. Futesh kur të duash, merr çfarë të duash dhe del. Dhe vjen prap kur duash. Gjithë njerëzimi sot kështu janë. Shumë pak njerëz rinë në derën e shpirtit të tyre dhe kujdesen për ato që futen dhe ato që dalin. Jemi bërë të gjithë, po të shikonim realitetin ton, një derë e hapur që futet çdo pislëk që prodhon shpirti i frymës së djallit. Nuk do të them gjëra më të rënda. Çfarë jemi bërë? Dhe ajo nuk mjafton që bëhemi pis për vete, po bëjmë dhe të tjerët. Dhe në fund, çfarë fitojmë? Një shpirt që s'mund të banojmë as ne brenda, jo më Krishti. Nuk durojmë veten tonë. Dhe shikojmë të harrojmë. Njeriu i lutjes është njeriu i heshtjes. Nuk do të flasë se lutet. Nuk do të dalë jashtë se e ka gjetur parajsën, është brenda ti. Mbille në një ku të duash dhe ai është i kënaqur. Ne lexojmë jetën e shenjtorëve, nuk e kuptojmë. Nuk kuptojmë pse rinin tërë jetën në një shpellë. Edhe si arrijej kjo gjë. Ajo arrijej sepse po trupi ishte në shpellë, po shpirti ku ishte? Në kopshtin e parajsës. Prandaj ata rinin në shpellë. Jo në shpellë, po dhe në pustë i hidhja njësoj ishte për ata. Edhe jetën se kishin asgjë. E prisnin vdekjen, e donin vdekjen. Jo ta shkaktonin vetja e tyre. Kur ta vendoste Perëndia. Sot feston Shënvar Lami, i cili ishte e prift dhe vrau gruan e tij. Vrau gruan e tij se u mashtrua nga djalli. Dhe i hodhi rrobat e priftërisë dhe qau tër jetën dhe vajti në një liçen atje nga Siberia dhe rinte atje vetëm me kafshët, me gjarpërinj, me ariun, me ujkun. E kërkonte vdekjen, se gjente. Dhe lutej, sa që shëronte të sëmur, ngjallte të vdekur,
do të thotë, pavarësisht situatës që jemi, ka rrugë të kthehemi, kemi kohë të kthehemi, të ndjekim rrugën e pendimit, të kujdesemi për shpirtin ton, ta marrëm seriozisht flerën e shpirtit ton. Ua kam thënë prap, e dini që djalli nuk i bindet Perëndis. Nuk i bindet. Prandaj ka ikur është larguar nga ai. Në qoftë se ti i thua, do të jap shpirtin tim, ai të bindet. Ç'do të thotë kjo? Ç'do të thotë kjo? Ai që si bindet Perëndis, nuk i bindet atij që e krijoi. Atij që di që nuk i shpëton dot, nuk i bindet. Po tia, në qoftë se i the, do të jap shpirtin tim, do më bësh këtë, ai e bën. Ç'do të thotë kjo? Bravo. Atë që ti se kupton, ai armiku që të lufton atë ditë e kupton shumë mirë. Atë ne që shesim për asgjë, prandaj Zoti ti vjen keq për ne. Se ai na i tha, nuk është se na i tha sa kushton shpirti jon, na i tha Krishti. Neve jemi që nuk e vlerësojmë. As Krishtin s'besojmë. Por të dini, shumica e njerëzimit, kur të vijë ora e vdekjes, do kalojnë situatë shumë të vështirë, kur të mësojnë të vërtetën. Dhe edhe flaka mos të kishe, Feri. Vetëm të mësosh të vërtetën dhe konë që humbe, që nuk ndërtove shpirtin tënd, do jetë një feri plot. Dhe lutja e vërtet është ajo që lind pendimin, e ruan pendimin dhe flakën e pendimit e kthen në dritë. Dhe në komunikim të vazhdueshëm me Perëndin. Me thënë është një rrugtim. Ne vemi, rrëfehemi. Pendojmë për një gabim dhe rrëfehemi. Por rrëfimi jonë nuk është i vërtet. Se nuk ka fuqin të ndërrojë jetën tonë. Përsërisim të njëjtat gjëra. Dhe bijemi në një nivel ku do bëj çfarë do bëj, do vetë i them dhe vazhdojmë prapë dhe një herë. Nuk e kuptojmë kush është kuptimi i rrëfimit. Prandaj dhe kisha e parë rrëfimin e bënin publikisht. Pse e bënin publikisht? Që të ishte sa më i fortë dërmimi. Flaka e dërmimit të vërtet, sjell lutjen e vërtet. Lutja e vërtet transformon flakën e pendimit në dritë. Drita të mbush, të ruan, të fuqizon, bëhesh dritë dhe për të tjerët, bëhesh edhe vëlla i Krishtit. Kemi lindur një kohë që s'dinim të asnjëri që është kompjuteri. Dhe tani takojmë me një brez që nuk di si ishte bota pa kompjuter. Edhe pa internet. Dhe pa internet. Do me thënë, nuk e imagjinojnë edhe parajs të thuash si ishte parajs, ata thonë, kishte wireless. Facebook ishte. Është shumë vështirë të kuptojnë jetën e një shenjtori, brez i ri. Do me thënë, të ri të hap një i ri të hap sinaksanin dhe të thotë që tjetri vajti jetonte në një shpellë, nuk kupton asgjë. Unë jam në një seminar që janë shumë teolog edhe për inteligjencën artificiale dhe flasin për inteligjencë artificiale në pikpamje të ndryshme nga profesionet të ndryshme. Dhe një moment u thash unë që inteligjenca artificiale nuk është kaq pozitive, do me thënë që të thuash, është dhe rrezikshme, sepse ne dim që inteligjenca artificiale e teknologjia, edhe shkenca, janë të bekuara, po kemi di lloj shkenca. Nuk është një lloj, edhe nuk është fe të adhurohet shkenca.
Dhe shkenca s'mund të përdor mjetet që përdorte një herë feja e gabuar për të ndjekur shkencëtarët, të përdor tani shkenca e gabuar, të njëjtat mjete të ndjek besimtarët. Që të na tregoj Zoti rëndësinë, kuptimin e shkencës, na e la në Bibël. Çdo gjë ka Bibla, ne nuk lexojmë Biblën. Shkenca e parë u bë nga Perëndia që të shpëtojë njerëzimin. Po prap Perëndia bëri veprën e fundit. Ishte arka. Planet për të ndërtuar arkën ja dha spritën nga qielli. Nuk mund e njeriu atëre të ndërtonte atë gjë. As aftësi, as inteligjencë kishte në atë nivel. As mundësi. Me planet e Perëndis, siç ja dha, me skicat, Noe u bëri ashtu. Dhe ato janë të shkruar edhe në Bibël, sa do ta bëj, sa metra do jetë, sa pis do jetë, gjitha. Dhe kjo është pjesa e parë. Në fund kur u ndërtua arka, derën e mbylli Zoti. Do me thënë, shikoni sa gjëra shumë të thella. Se mund të familjen e Noeut mund ta mirte Perëndia, ta ngrinte lart. Mund ta bënte. Ta shpëtonte në Mars ku diun. More zgjidhjen e kishte. Iknin dhe ktheheshin pas. Por nuk bëri atë. Dha planet nëpërmjet të cilave njeriu do ndërtonte arkën. Gjithashtu nëse për shembull le të supozojmë që Zoti vendoste të shkatronte tokën dhe donte të shpëtonte vetëm një familje. Do i jepte planin Noeut, e sotëm, të ndërtonte një Starship. Po. Dhe të ikin nga toka të vënë planet tjetër. E njëjta gjë është. Nuk ka rëndësi sa avancuar shkenca. Rëndësi ka që u dha nga Perëndia se ai ka ndërtuar botën. Po ka dhe një shkencë tjetër. Është kulla e Babelit. Shikone që njëra vjen pas tjetrës. Dhe është atje pikërisht ku njeriu përdor shkencën që të luftoj Perëndin. Nuk doja mësojmë ne Zotit krijimin, ai e krijoi. Neve e zbulojmë. Ne s'mund të krijojmë nga zero asgjë. Shkencëtarët nga njerë bën kaq, si të themi, arrogant. Kundërshtues dhe arrogant. Flasën me kaq arrogancë kundër fesë, thjesht se zbuluan diçka që ekzistonte, jo se krijuan ndonjë gjë. Dhe ekzistojnë dy lloj shkenca. Prandaj dhe në atje dhe unë u thash që kur doli njeriu nga parajsa, edhe vdekja, edhe dhimbja, edhe çfarë ishte tjetër, edhe dhimbja, edhe sëmundjet, atje ishe. Edhe sëmundjet u dhan pikërisht që të frenojnë rënien e njeriut dhe të bëhen shkaku të kthehet shpirti mbrapa te Perëndia nëpërmjet vështirësive, domethënë, si frenim. Prandaj u dhan, nga dashuria u dhan, nuk u dhan për dënim. Neve tani çfarë bëjmë? Lufta që bëjmë është të mposhtim sëmundjen. Të mos kemi dhimbje, të kalojmë mirë, vetëm gëzim, mos të kemi asnjë hidhrim, të zhdukim fare hidhrimet nga bota, dhe të zhdukim dhe vdekjen. Do me thënë tendenca për të krijuar parajsën, të cilën na pret, nuk është se s'na pret. Mënyra se nuk themi që nuk nevojtet shkenca, s'duhet të keq kuptohet kjo gjë. Por po i fute një pikë arrogancë dhe do t'i dalësh fes para, sidomos besimi ton që është besimi vërtet. Është ajo që është zbuluar vetë nga Zoti. Është ajo që është zbuluar dhe edhe pse zbulojnë njerëz nëpërmjet shkencës krijimin, e gjin para Krishtin. I pret atje në cep gjithmonë. Edhe
Prandaj ju them që lutja është shumë e rëndësishme. Pse? Se një njeri që arriti nëpërmjet lutjes të ngrihen nivelin e shpirtit të tij në nivelin që duhet e dur, domethënë afër Perëndis, i fitoi të gjitha. Një njeri që nuk përdor lutjen, nuk ka shans të bashkohet me Perëndin. Kur nuk u njoha juve. Nuk them që s'mund të... ata shenjtorët nuk janë në një nivel me të gjithë njerëzit. Ata që duan domethënë Perëndin dhe në atje në atë botë nuk do jenë në të njëjtin nivel me të gjithë të tjerët. Ata që e deshën Perëndin shumë në këtë botë do jenë tjetër gjë. Siç ka ndodhur që kemi kur ngjit një ava në parajs dhe shikonte dhe pa dhe etrit, nuk pashin Andonin. Shën Andoni ishte më lartë. Dhe një ava tjetër i tha Shën Andonit, tha, unë bëj më shumë asketizm nga tia, dhe nuk marr kaq hir sa merr ti merr shumë si hir. Ndoshta ti nuk e do Perëndin aq shumë sa e dua unë, i tha. Dhe Krishti tha, nëse nuk i lëni të gjitha për hirin tim, të gjitha. Jo ti lësh ti braktisht të bësh në një hatan, të lësh fëmijë, të lësh. Dhe ajo mund të bëhet, kemi raste, por të shkëputesh nga ana emocionale. Për shembull, njeri mund të mbas fëmijën dhe të lastëmis Perëndin. Do të thotë që ishte i lidhur më shumë me fëmijën se sa me Perëndin. Dhe shumë herë Zoti na vën në të tilla prova që të zbulohet te ne dobësia jon, se ai e di. Pra, shprehja më e madhe e dashurisë për Perëndin është qëndrimi në lutje. Në kohën e lirë, çfarë do të bësh? Në kohën që ke e lirë, në kohën tënde që ke të lirë, që mund të bësh çfarë duash, çfarë bën? Të vete në një çik mendja për lutje? Jo. Nuk ke asnjë pikë dashuri për Perëndin. Dhe të dini dhe një gjë, thot në Bibël që ai na deshi para se ne ta duam. Dhe që të na doj ai, thot Shën Porfiri, duhet të gjej diçka te ne. Duhet të ketë një ndriçim, një gjë shpirti, që është një flak që ka ngele gjallë dhe ngjan atij. Nëse i shuan të gjitha, je si një i vdekur që duhet të ngjallesh. Dhe shikoni tani, Zoti Krisht ngjalli të vdekur, trupërisht. Të vdekurit që ishin shpirtërisht nuk i ngjalli dot. Ishin farisejt, hipokritët, skribët, dhe ata që ishin të joshur me të mira dhe me të... nuk i ngjalli dot ata. Ata i pan të gjitha, dhe mësimin e tij, pan dhe shërimet që bënte dhe mrekullitë e tij, pan edhe dhe në fund edhe ngjalljen e tij. Dhe veprimi i fundit që bën, nga që ishin të vdekur, paguan që mos të shpallet ngjallja të vdekurit shpirtërisht. Të vdekurit shpirtërisht donin të varrosnin dhe ne duhet të bëjmë gjithmonë pjetin, mos jam dhe unë i vdekur shpirtërisht. Dhe kjo frika duhet të na trondit, të na zgjuaj. Duhet të arrim, e dini Shën Simeon theologu, donte të niste jetën shpirtërore dhe nuk dinte si ta niste. Dhe filloi me lutje, nga pak. Dhe i pyeti Jerontin e tij, çfarë të bëj, dua të përparoj, çfarë të bëj? Ai i sugjeroi një libër të Shën Markut Asketit, ka shkruar 180 vargje, nuk mbaj mend numrin fiks, mbi jetën shpirtërore. Bileshte kaq i fortë ai libër në kohën e Bizantit që thoshin shit shtëpinë dhe ble Markun. Kaq e konsideroni shumë të lartë. Dhe atje lexoi Shën Simeoni që
dëgjon ndërgjegjen tënde në kohën e lutjes dhe ajo do të tregoj rrugën e Perëndis. Dhe që bëri Shën Simeoni? Lutej natën, vente ora 12. Është ora që duhet flim gjumë. Shtrihen krevat. Vinte ajo miza. Po dhe 5 minuta mundesh tani të bëj edhe 5 minuta lutje. Pse u shtrive direkt? Dhe zgjoj, edhe prap të ikona. Bënte 5, 10, shtrije prap. Mirje, s'keno një dhimbje. Pse s'bënte gjithmonë? Kishte arritur nuk flinte fare. Dhe Shën Simeoni është quhet Shën Simeon teologu. Tre teolog ka kisha. Shën Joan teologun, Shën Grigor teologun dhe Shën Simeon teologun e ri. Kaq shumë lart arriti duke dëgjuar ndërgjegjen e tij që i thoshte lutu dhe pak. Edhe Shën Simeoni, si dhe Grigor Palamai, na zbulojnë për dritën e pa krijuar e Perëndis, që vjen nëpërmjet lutjes. Kur shpirti pastrohet, kur shpirti i njeriu pastrohet, shikon dritën e pa krijuar, në të cila është ajo që nëpërmjet së cilit njeriu komunikon me Perëndin. Nëpërmjet asaj, me atë lahet shpirti që vjen në kontakt me Perëndin. Është drita pa krijuar quhet. Pse quhet e pa krijuar? Se buron nga Perëndia, është një nga energjitë e Perëndis. Nuk ka krijuar ai. Nuk është e krijuar. Domethënë nuk është një gjë që u krijua për një rast. Është gjithmonë ajo e pa krijuar. Është rezatim, nuk është esenca e Perëndis, është rezatimi. Domethënë po erdhi këtu një foton nga dielli, ka rezatuar nga dielli, por nuk është esenca e diellit. Esenca e diellit është helion, ku diun si thon. Esencën e Perëndis nuk mund ta është bërthama e besimit ton. Nuk është e paprekshme, e pa kuptueshme, por ato që ajo rezaton, në ato njeriu mund të marrë pjesë. Dhe një nga ato është drita e pa krijuar. Drita e pa krijuar përmban dashurinë e Perëndis, përmban urtësinë e Perëndis. Bëhet për secilin si mana. Në kohën e ashtu bëj mana që ushqesh Izraeli në shkretir, bëj për çdo njeri, bëj ajo që i mungonte në trupin e tij. Nëse ti atë mungonte vitamin D, ajo bëj vitamin D. Edhe drita e Perëndis bëhet për shpirtin nëpërmjet lutjes së merr, bëhet për shpirtin ajo që i mungon shpirtit. Prandaj dhe kur qirotoniset një prift thon e shpirti i shenjtë që plotson çdo mangësi. Ne duhet i dim këto. Ne s'duhet të jemi të verbër.